Në platformën ndërkombëtare World Health Voices, ku publikohen histori të rrugtimit të njerëzve që kontribuojnë për të ardhmen e shëndetit global, historia e tretë e kopertinës i dedikohet ministres shqiptare të shëndetësisë, Evis Sala, si një eksperte e njohur ndërkombëtarisht në imazherinë onkologjike, pasuar me CV të pasur në kërkimin shkencor dhe së fundi edhe si drejtuese e një sistemi shëndetësor në një vend si Shqipëria. Sala shpreh prioritetet për sëmundja onkologjike, sistemin e diagnostikës dhe futjen e inteligjencës artificiale. Nëse do përpiqesha të bëja gjithçka një herësh, askush nuk do ta besonte, kështu që kam përcaktuar 3 fusha të mëdha. Do të krijojmë rrjetin shqiptar të kancerit me një institut onkologjik në Tiranë. Rrjeti do të krijohet në 6 muaj të ardhshëm dhe instituti do të vijojë gjatë vitit pasues. Kam ndërtuar sisteme diagnostike kudo ku kam punuar, tani dua të ndërtoj një sistem diagnostik të integruar mirë në të gjithë vendin. Shtylla e tretë është përdorimi i inteligjencës artificiale. Ne duam të krijojmë një sistem bazë të integruar, një backbone që lidh sisteme të ndryshme dhe e siguron ndërveprueshmëri. Në fillim të vitit të ardhshëm, ajo pret të ketë një hartëzim të plotë të këtyre 3 fushave strategjike dhe plane konkrete veprimi.